Të verbërit nga lindja nuk sëmurën kurrë nga skizofrenia. Në 70 vite studime të vazhdueshme, asnjë rast i tillë nuk është dokumentuar dhe as nuk ka ndodhur, dhe zbulimia e arsyes mund të ndihmojë shumë mjekësim për të kuruar këtë sëmundje. Sipas ekipit kërkimor të Universitetit Kingston në Londër, motivi që qëndron pas këtij fakti mund të jetë ajo që një pjesë e trurit e aktivizuar për shikimin nuk është ushtruar kurrë, çka do të thotë se nuk mund të keq funksionojë, sikurse ndodh tek ata që vuajnë nga skizofrenia. Arsyeja nuk qëndron në atë që personat nuk shohin, por në atë se si truri përdor vizionin, imazhin për të interpretuar botën. Skizofrenia, të paktën pjesërisht, është problem perceptimi. Truri krijon pritshmëri mbi realitetin në mënyrë konstante, duke i krahasuar me sinjalet që merr nga pesë dhe në një pikë ky mekanizëm prish ekuilibrat dhe nis të ketë pritshmëri jo të natyrshme duke fshirë kufit mes realitetit dhe fantazisë. Në këtë mekanizëm qëndron dhe thelbi i mbrojtjes që kanë personat që kanë lindur të verbër, pasi pa këtë kanal sistemi i pritshmërive nuk mbështetet tek shikimi për të ndërtuar pikërisht pra realitetin. Studimi është publikuar në revistën shkencore The Conversation dhe mendohet se do të jetë në ndihmë të zhvillimit të terapive të tjera efikase për pacientët që vuajnë nga skizofrenia.